Ditët e fundit janë shënuar rritje të ndjeshme të çmimeve të hidrokarburëve në Shqipëri, një tendencë që po ndihet edhe në qytetin e Durrësit. Sot nafta tregtohet me 206 lekë për litër dhe benzina me 189, ndërsa gazi me 69 lekë për litër. Rritja e çmimeve të karburanteve ka rikthyer shqetësimin të qytetarëve dhe tek bizneset, të cilët përballen me një kosto gjithnjë më të lartë të transportit dhe të aktivitetit të përditshëm. Efektet e saj nuk kufizohen vetëm tek furnizimi me karburant, por reflektohen në të gjithë zinxhirin ekonomik, duke ndikuar në çmimet e mallrave, shërbimeve dhe kostos jetesës. Qytetarët shprehen se përballë pagave dhe pensioneve aktuale, rritja e vazhdueshme e çmimeve të karburanteve e bën gjithnjë më të vështirë për ballimin e shpenzimeve mujore. Ata kërkojnë më shumë transparencë në mënyrën si përcaktohen çmimet dhe masat konkrete për të mbrojtur konsumatorin. Ekspertë ekonomistë theksojnë se çmimet e hidrokarburëve ndikohen nga zhvillimet në tregjet ndërkombëtare, por nënvizojnë gjithashtu edhe rëndësinë e një tregu vendas funksional, transparent dhe konkurrues, në çdo mënyrë që çdo luhatje të reflektohet në mënyrë të drejtë për drejtë për konsumatorin shqiptar. Rritja e ditëve të fundit të çmimeve po shton presionin mbi ekonominë familjare dhe bizneset, duke kthyer këtë çështje në një nga shqetësimet kryesore të qytetarëve.